thënia e tekbireve, pra Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, walillahil hamd. Thënia e tekbireve, pra, pas namazeve, e po ashtu edhe gjatë kohës së lirë. Nuk thuan tekbiret vetëm pas namazeve, po non stop njeriu, sa të ketë mundësi, sa më shumë duhet që t'i thoj këto. Sepse Allahu subhanahu wa taala na urdhëron duke thënë: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat", dhe ju përmendjeni, shtojeni dhikrin ndaj Allahut në ditë të caktuara. Dhe këto ditë të caktuara janë këto ditë pra të Bajramit, dita e Kurban Bajramit dhe 3 ditët e Teshrikut, pra 3 ditët që vinë pas Kurban Bajramit. Dhe urtësia e kësaj është urtësia pra e shtimit të dhikrit në këto festa është se shtohet numri i njerëzve, andaj shfaqet Islami, shfaqet besimi dhe po ashtu largohet ndikimi i shejtanit. Sepse çdo herë kur në një vend të bëhet shumë njerëz, shejtani mundohet që ta shfrytëzojë rastin për ta përhapur të keqen. Dhe ne kur e shtojmë dhikrin ndaj Allahut subhanahu wa taala, e largojmë ndikimin e shejtanit. Andaj e shef dhe e vëren secili musliman se në Bajram është më i gëzuar, e ndjen pra atë largimin e ndikimit shejtanit, ndjehet më i gëzuar, ndjehet më rahat, më i lumtur, më mire ka pra relacionin me njerëzit e tjerë, e kështu me radhë. Krejt kjo për shkak të largimit të ndikimit të shejtanit. Dhe po ashtu kjo vërehet edhe në haxhilerët. Paramendoni 2 milion njerëz zyrtarisht, po thuhet se ka edhe ndoshta edhe 2 milion tjerë plus në realitet në ato vende. 4 milion njerëz janë të buar në një vend që nuk është shumë i madh dhe përsëri nuk ka incidente, nuk ka gjakderdhje, nuk ka amoralitet, nuk ka përdorim të alkoolit apo drogës. 4 milion njerëz dhe kryhet ky ibadet i haxhit, ibadet i madh, pa incidente të mëdha, pa probleme, pa përdorim të drogës apo alkoolit apo pa amoralitet. A mund të paramendohet kjo në botën e sodit? Le të mblidhen 4 milion njerëz, kudo qoftë ajo, në Paris, le të mblidhen në Londër 4 milion njerëz, le të mblidhen në New York. A do të kenë mundësi ata që të organizojnë ndonjë proces pa probleme? Shumë rënd, me siguri se në fund do të gjejnë lloj problemesh që kanë hasur, lloj problemesh. Shumë veta kanë përdor alkohol, shumë veta kanë përdor drogë, amoralitetin në kulm, gjithat këqijat. Mirë po jo, muslimanët nuk e kanë ashtu, sepse muslimanët e ngritin përmendjen e Allahut, adhurojnë krijuesin dhe me këtë e largojnë ndikimin e shejtanit. Shejtani nuk mund ta bëjë një gjë të tillë me muslimanët asnjëherë. Pra dispozita e parë e Kurban Bajramit janë tekbiret. Thuhet Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, walillahil hamd. Dhe kjo thuhet nga secili në çdo kohë, çdo herë që ka mundësi dhe është i lirë, përveç asaj se thuhet pas namazeve farz, po ashtu thuhet edhe gjatë kohës së lirë.